gati për recetën e dytë, u rikthyem përsëri, shumë shpejt. Përgatisim tani byrekun që tham, ne do të sjellim vazhdimisht të llojeve të ndryshme, të jeshillëqeve të ndryshme, nuk e di pse kemi dobësi për bimët jeshile këtu në studion. I kisha të ngrira? To i kisha të ngrira. Po, patjetër. Sepse tani do t'i sjellim ato barishtet e reja. Më i shpejt që të gatuhen. Shtoj pak vaj dhe normalisht shtoj dhe pjesën e qepëve. Që qepët ti kemi në gjendjen e duhur, vendosim pelikola. Nuk vëm atë hipotezën që i lëm 2-3 ditë, absolutisht jo, sepse dhe vetë qepa nuk mund të ketë atë funksion. As funksionin, as vlerat e të gjitha. Pra ne themi që frigoriferi i mirë mban, por jo aq sa mendojmë ne dhe sa është në mendjen tonë. E shtoj me pakës qumësht. Nuk më duhet për më tutje. Po. Ja. Shtoj masën e vaj tamam si duhet. Se duhet të ndihmoj pak. Kur bëj për shembull gati gjërat, ja, do të vite që t'jem sa më drejt dhe sa më korrekte me ju. Ju e dini tashmë, ja. Nëse e kemi në ngrirje, kemi më kollaj tani gjithra që të jo vetëm të se shkrirë më përpara, po të gatuhet, ndërsa kur e kemi të sapo mbledhur, mirë është i japim një valë dhe pastaj e shikoni për shembull, që unë kam të bëra gati. Kam qoftet e bëra gati. Kam majdanozin gati. Normalisht, edhe hithrën e kam me kopër. Edhe në rastet kur duam tani në të sezon, kemi marrë më shumë se ç'duhet, e lajmë e shplajmë, e lëm të thahet pak dhe vendosim në qese në frigorifer. Sërish, masën e qumshit. Aq sa unë të kem një masë, patjetër një masë kompakte, jo me lëng. Ja. Shikon tani, kam zbutjen, nuk e kam prer ibët, sepse nuk dua. Kam hequr faktikisht bishtat, po normalisht, qullon edhe në i bisht. Një larje shumë e mirë. Vetëm mund t'jetë pengesur në konsumim. Një larje shumë e mirë dhe një tharje me peceta ose me letër guzhine. Do të shtoj masën e kripës, dhe si çdo gjete tjetër jeshile, këto byrekët dhe lakrorët shkojnë edhe tek peta sfoliate, edhe tek peta e hapur vet me miell gruri, edhe tek peta e mistrit, në përpite, domethënë në trana, ithrën, kudo e kemi përdorur. Gjalpi. Këtë e ke servirur gjalpin, e ke vendosur tamam si ato mëngjeset me pak bukë të thekur, me lyerjen fetës me gjalp, një gotë të qumësh, ose në një petull. Këto servirjet që ndodhin këtu në rezen tonë, si në shtëpinë tonë, ose në për... Ose pse në këtu një shtëpi jemi? Ose në për, në për bujtina, zakonisht të shojmë to mëngjese. Bujtina reze djeli. Ullë niveli i hithrave dhe do t'i... Kam vezët. Shtojmë dhe vezët. Sikur se kam edhe mielin, kam thënë që mieli është lidhësi kryesor, që unë të kem një masë të tillë, ja. Çfarë bëj? E fik komplet. Nuk më duhet. Normalisht, largoj pak shërbetin. Është gati ai për të marrë edhe shërbetin? Shpjekur edhe. Edhe kadaifin direkt e heqim. Do ta sjellim. Se nuk duam që të marrë dhe shumë ngjyrë, por sa të preket pak nga të thahet pak, mos jetë ashtu qumë. E lëm që të bëhet. Kështu. Është pjekur mirë.
Dhe do t'i shtojmë masën e kremit që përgatitëm. Kujti sa është e nxehtë? Tani. Sërish do t'a vendosim për t'u pjekur në piksur dhe të marrë një ngjyrë përsëri edhe kremi. E më pas, do të përdorim sigurisht sherbetin. E përhapim dhe kujdesemi që të mbulohet e gjithë masa. Ja. Pra e gjithë masën. Sërish në furrë. Pra, shtuam kremin e përhapëm në sipërfaqe, meqense jemi kështu pak larg, dhe e vendosëm në furrë për t'u pjekur. Pas pjekjes, do ta shtojmë edhe sherbetin, siç është ashtu tepsia e kadaifit e nxehtë. Sherbeti do jetë më i vakët. Tani kalojmë tek receta e dytë, siç po e vepronim në sobë, hithrën, kaurdisur me qepën, shtuam kripën, qumësht, miell dhe vezët, ja. 2 kokra vezë o vital, 2 kokra të plota, solide pjesa e të verdhës së vezës, aty ku ndodhet një substancë shumë e rëndësishme për trurin, siç është kolina. I trazojmë mirë e mirë. Shtoj. Krip. Piperin e shtuam, kripën po, edhe pak arëmyshk. Do thoni ju, piperi, tjetër është piperi, tjetër është arëmyshk. Arëmyshk shkon shumë mirë tek kremrat e bardha, dhe piperin unë kam spinaqin. Tek spinaqi unë kam, brënda kam dhe koperin, por, përse jo, është edhe pak majdanos. Nëse do kisha koper vetëm, një mbyllje. Dhe sërish, unë i vendos në ngrirje po ashtu. Kemi treguar edhe mënyrat e tjera të mbajtjes së majdanosit, kur duam ta përdorim brenda javës apo brenda 2 javëve, të vendosura tek gota e ujit apo në një enë me ujë të mbuluar me qese sipër, ose nëse duam pastaj për kohë të gjatë, kështu në qeska dhe s'është asgjë e vështirë. Tani, patjetër që mund të shtoj pakës djath. Ja. Sa djath, aq djath sa unë t'i jap shijen dhe jo ta mbys me djath, sepse unë nuk kam byrek me djath, po kam spinaq, hithra, gjë që për hir të së vërtetës hitër ka më tepër. Po. Ja. Thjesht e lënë në të ndetësi. Të lidhet më mirë dhe do ta shtojmë. Tek një petë sfoliat. Pra, imagjinoni atë mbushjen e plot, po ashtu kremoze e shishme, në një petë sfoliat që piqet, fryhet dhe përsëri qëndron edhe ashtu krokante nga pjekja. Nuk ka nevojë të shtojmë as yndyrë, sepse ka vetë peta sfoliat yndyrën. Gati, tani t'ja shtojmë mbushjen. E marr dhe unë di të them që ka aromë. Nëse unë do them që është e mirë, është speciale, është që unë të lavdëroj veten. Ajo janë njerëzit përreth, dhe ju që do e provoni në shtëpitë tuaja. Por si ide, them që është ide e mirë, kaq. O bëj një shtrim. Një shtrim që mbuloj të gjithë ansoren mirë. Ja. Do kaloj në pjesën e fundit, të rezistencën e fundit, që të piqet peta mirë. Super.
Dhe pa tjetër. Edhe këtë tavë do ta vendosim në furrë, edhe pse kemi vendosur kadaifin, nuk do ta lëm shumë minuta kadaifin, se shumë pak i duhet për tu përgatitur. Ja. E kam këtë këtu. Gati për ta pjekur tani. Pra e vëm në formën e zarfit. Po. Që do më duhet mua. Sfoljat me spinaq dhe hithra. Realisht është me spinaq në recet, po ne kemi shtuar dhe hithrat, meqense janë tani shumë të shëndetshme dhe shumë efikase për çdo recet në furrë, në pec, në bashkëveprime, në pjesën e poshtme në fillim fare. Po. Ka reklama tani, do të rikthehemi shumë shpejt në pjesën e fundit. Një pamje për sfoliaton me spinaq dhe hithra, shifeni, do ta lëm edhe pak të piqet faktikisht, e nxora pak më herët, duket pak nga pesha, do ta lë që të kullojë më mirë, ndërkohë kadaifi është gati. Ne këtu kemi përfunduar me recetat tona, të cilat ju ftoj t'i ndiqni edhe në YouTube, në kanalin tonë Reze Dielli. Të lumshin duart, edhe truku me të verdhat e vezës, të mbuluara me krip të zakonshme. Shihemi nesër me të tjera receta gatime këtu në Rezen tonë, ndërkohë së bashku ju pres pas fleshit informativ.